Shqetësimi kryesor i Erdoganit është rritja e fuqisë izraelite në lidhje mesme, sidomos nëse regjimi iranian bie nditet në vazhdim, pra nuk kemi një luftë të zgjatur, do kemi një supremaci le të themi izraelite. Turqia target ndonjëherë ja? Nuk mendoj që mund të jetë target sepse janë dy vende janë aleatë NATO-s, janë dy vende aleatë të Shtetit Bashkuara dhe vështirë se mund të shkojnë në një luftë me plasë me një tjetër, por rritja e fuqisë izraelite në lidhje mesme është shqetësim i madh për Si dy varë, si mund të thotë ai tjetri Hitler, të thotë fjalët më të tmerrshme apo? Ajo është pjesë e retorikës, por rritja është për kostum të brendshëm, ti thua shkon, ti thua turqëve që ka bërë gjë në botë sa që flet për nuk e di që mbledhë partia, po mbledhje jo është parlament. Problemi i Parlamenti është grupin e vet parlamentar. Po ka kaq të madh sa që duhet se parlament. Problemi i Turqisë është që ka përshtypjen që nëse Izraeli del, si thua, fiton këtë luftë dhe del një fuqi më e madhe në lindje mesme, do ketë vështirë Turqia për tu, si thua, imponuar dhe më shumë në Siri. Ka dashur të vendosë sistemet e vet ajrore në Siri, nuk e ka vendosur deri tani. Arsyeja pse nuk ka bërë, një arsye është paktën është kundërshtimi i Izraelit, dhe nëse Izraeli del fitues dhe del më i fortë në këtë luftë, do ketë shumë të vështirë për të imponuar në Siri, pra po përballet me një fuqi izraelite në lindje mesme. Dhe dyta fakti është sigurisht 3 avionët kinez janë dyshim në këtë rast. Nëse kanë dërguar armatime, unë mendoj që me shumë mundësi ka dërguar materiale për raketat balistike, sepse kanë bërë dhe disa herë në të kaluarën, është vërtetuar, faktuar që kanë bërë. Por ajo që do të dyshosh është në radhë parë që unë mendoj që kinezët bëjnë një politikë të jashtme shumë të matur dhe të kujdesshme, pra nuk para bëjnë politikë të jashtme kaq të hapur që të ndihmojnë haptas e Iranit. Prandaj bëri buj ai lajm. Dyta është fakti që kompania që i kishte kontraktuar, si thua, ishte me bazë në Luksemburg. Dhe duket pak e dyshim që një kompani me bazë në Luksemburg të dërgojë armatime nga Kina në Iran, ku kinezët mund ta kishin gjetur në një mënyrë tjetër, nuk ka nevojë të shkalonin nga Europa në këtë pikë. Dhe ka edhe dy logjik tjetër që shkon në këtë pikë. E tjetra është fakti që për politikën kineze nuk ka shumë rëndësi kush është në Iran. Ai që mund të jetë nesër mund të jetë një regjim tjetër të vazhdojë të bëjë tregtin me Kinën, dhe statistikat më të fundit paktet e naftës dhe gazit tregojnë që Kina ndoshta nuk ka më aq shumë nevojë për naftën iraniane sa që ka pasur në vitet e fundit. Mendoj që retorika e Erdoganit vazhdon të jetë në atë retorikën hipokrite të Turqisë, pasi gjatë gjithë këtyre ditëve që ka nisur kjo përplasje ushtarake midis Iranit dhe Izraelit, Turqia ka lejuar hapësirën e saj ajrore të përdoret nga avionët zbulues anglez dhe avionët zbulues amerikan për hesab të interesave izraelite, për të detektuar totalisht raketat që lëshohen nga Irani dhe vendi nga lëshohen këto raketa. Pra në rast se do të qëndronim kësaj retorike që ai thot, nuk do t'i lejonte ata që të përdorin hapësirën ajrore për këto zbulime. Prandaj ka gjithë ashtu siç e ka pasur edhe për Gazën dhe ka vazhduar marrëdhëniet e tij ekonomike me Izraelin në mënyrë të fshehtë, pra ka lejuar të kalojë nafta nga Turqia në drejtim të Izraelit. Pra është hipokrizi e pastër e Erdoganit, i cili vazhdon, dhe Erdogani ka një interes të veçantë në këtë aspekt. Pra në rast se Irani arrijë të shkatërrohet, me datë 25 maj, Irani ka futur në funksionim për herë të parë pas 4 viteve investim hekurrudhën që lidh direkt Kinën me Iranin. Dhe kjo hekurrudhë anashkalon të gjitha vendet që kontrollohen nga Shteti Bashkuar të Amerikës, nga Evropa, pra nga komplet perëndimi, dhe kalon nëpër vende të cilat janë jashtë kontrollit dhe influencës amerikane. Dhe kjo i jep Iranit bazën kryesore ekonomike për gjithçka, pra i jep një rritje ekonomike dhe e bën qendrën kryesore të lindjes mesme dhe të Azisë qendrore për mallrat kineze, dhe kësaj ja heq të drejtë, pra ikën Turqisë, deri më sot e ka pasur Turqia. Në këtë moment Turqia është shef si rival. Turqia është shef si rival, prandaj çdo lloj retorike e Erdoganit është retorik hipokrite, ndërsa për sa i përket çuarjes së armatimit, unë nuk besoj që Kina ka çuar armatim, sepse nuk ka nevojë të armatim në Iran. Por edhe në rast se çon, nuk përbën asnjë shkelje, për arsye se në radhë para ato kanë një marrëdhënie. Jo, nuk bën shkelje, po them që e fut Kinën në këtë lojë. Jo, nuk e fut Kinën në këtë, sepse është e njëjta gjë si gjithë Evropa dhe perëndimi që ka dhënë armatim haptazi Ukrainës, edhe këta në rast se japin, pra nuk ka asgjë. Plus që Kina ka një marrëveshje strategjike të mbrojtjes me Iranin.